Aksidenti i shënuar këtë të martë në Fushë Krujë nxori edhe një herë në pa një fenomen që ekziston prej kohësh, e çdo ditë përbën rrezik për jetën e të miturve. Transportimi jashtë kapaciteteve të tyre, nga furgona të kontraktuar nga shkolla apo nga prindërit. News 24 mëson se furgoni që transportonte nxënës të 2 shkollave nëntëvjeçare, ato të fshatit Budull dhe të një shkolle jo publike, është ndëshkuar një vit më parë për transport në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo bëhet e ditur nga drejtues të shkollave, të cilët theksojnë se furgoni ishte kontraktuar në mënyrë private nga vetë prindërit. Një vit më parë, ndaj drejtuesit të mjetit, kishte nisur një procedim penal, por pavarësisht kësaj, transportimi i fëmijëve mbi kapacitete është lejuar të kryhet. Pra një vit policia ka marrë këtë për numër të madh nxënësish, edhe s'është bërë asnjë veprim. Po këtë furgon, edhe s'është marrë asnjë mas. Brenda furgonit të martën ndodheshin rreth 30 fëmijë. Vetë nxënësit deklarojnë për News 24 se një pjesë të tyre qëndron në këmbë e askush nuk përdor rrip sigurimi. Kur ka ra furgoni jon kanal na kanë qit disa njerëz. Sa kalamaj ishit? 30 kalamaj në furgon. Edhe rinit ngushtë, Po, disa ull, disa më këmbë. A u lidhëshin në përrypa? Jo, lasë dytë. ishit ullur? Po. Gjithë? Jo, disa po, disa jo. Do në herë ban 2 ru, do në herë ban 1. Por kjo situatë ndodh rëndom në një pjesë të madhe të shkollave. Pamjet e siguruara nga News 24 e janë regjistruar disa ditë më parë në furgonin që transporton nxënësit e shkollës së Fushkuqes së Kurbinit. Shtatë nxënës të shkollës Sharif Dervishi në Budull dhe të një shkolle jo publike betën të lënduar pasi furgoni që i transportonte u përplas me një tjetër mjet e më pas përfundoi në kanal. Një 12 vjeçare u transportua në spitalin e traumës me fraktura. Policia arrestoi drejtuesin e furgonit, Gaspar Nika, 53 vjeç, banues në Thuman.